vetëvendosje janë koalicione. Shka është e krym? Ha? E pse tash me po mu kompajiri anti-vetëvendosje? Çka bë? Ata edhe PDK-ja, pas ka bo koalicion në zeti, jo kundër vetëvendosjes. Po kështu që dashurohet, apo s'ka kuptim Jo këtë bre, çfarë. koalicionet demokratike s'ka anti. A s'ka anti, a? Jo, nuk ka anti. Okej. Jo, Që në shalë më kanë bo me PDK-n. A fete kanë bo, komunat e mdoja është Po në rëndësishme. regullë, do më onë, Që të tri komunat, që po pretendoni ju ka ro. që të tri Veveja komunat, në komunën e shalë, komunat, janë ka qëllë bo gjira, me janë qëllë vetëvendosje. pej. Do më në ka ro që kjo slogani që ju pe përdoni si vetëvendosje po çon në feta. ju në bo që ju në bo PDK me PDK kundër S'kena arbitrusit. vijat kuqeve. Po e thom, Cili slogan, ku ai slogan? Krejt Kosova që në kom që LDK-ja po krejt shuj deputeteve të vendosjes, që të shku sonte. Po psa su çulet e kaja? Eksponent, ministrat, zaras ministrat, u shmendet. Psa su çulet e kaja? A e këtu shmendet e kaja që po një Gjafer Tahiri? E tash, nga 12 komunat, shumicën dërmuse kanë koalicione kërkush s'po shmendet. Pse? Se s'ka vetëvendosje aty. Edhe unë prapë po dham, është legjitime me menu që shtu. Veç nuk është korekte, mos me shit që s'ki koalicion me PDK-n ose PDK me LDK-n, qoftë edhe të heshtur, kundër vetëvendosjes, se kundër vetëvendosjes si e në ballotazh, se forcë vetëvendosja është ta zojmë aty. Edhe në Gjilan, ku gati është e ditun që ballotazh Albani Hyseni ka me fitu, pa morë parasysh a e don, as e don, a ka qeveris mirë, as ka qeveris mirë, gjetje tregojnë që s'kon lule bek me yll në ball Albani Hyseni. Po në qose kthehemi objektivisht edhe shikojmë, kemi të bëjmë me ndikime politike dhe favorizim, jo favore pretendera me ble me shit, korupcion, po favorizim politik, dhe me është vullnet politik i partijak, i partive, PDK dhe LDK në nivel lokal, para se gjithash me gjithë forma me bashkëpunu. Këto e tregojnë. Pre Mitrovica, Andalon demokracia. ajo tregoshi. Andalon demokracia. Po Prishtinë, po kush po vot me ndalu Halin? E po qka e të vull?